kur Allahu Gjellera flet për ta surën Maryam, edhe përmend që i kanë dëgjuar ajetet e Allahut, i kanë dëgjuar argumentet që ka Allahu Gjellera kështu më. Si ka qenë reagimi i tyre? Reagimi i tyre si ka qenë kur kanë dëgjuar fjalët e Zotit Gjella Xhelalu? Kharru sujjadan wa bukiya. Kharru sujjadan wa bukiya. Shpejt në nxitim kanë rënë sejdë dhe me lot në faqe nga madhnimi i Allahut dhe dashnia për të. E kur e ka lexuar këtë ajet Ibrahim el-Adham rahimahullah e disa nga të parat tonë, kjo është ajet kur lexohet komplet bie në sejdë për të. Tash nuk kemi të lexojmë të shpjegoj, mirë po kur e ka lexuar ajetin Kur'an e ka lënë Kur'anin e ka rënë sejdë. E ka thënë o Zot, sejdën e bona ama lot si pata si ata. S'najna të mangë, bim sejdë ama lot jap. Sejdë po ama lot jap. E ata kharru sujjadan. Kharru khurur është të omera, shpejt, me here, pas një vënes, me malëngjim, me knetësit madhe që u dha një mundësie me buni sejgjde. Këj bjen që ata ka lip edhe rasën ma minimal për në bo sejgjde. Qështë dhe gut, ose po bim sejgjde. Sejgjde është veni ma i afërt me Allah në gjellë gjellë. Akrabu ma yakunu el-abdu ila Allah wa huwa sajid. Ta pejgamberi mësë afërt i Allahut ti kur je në sejdë, mësë gati je. E ka mësua Allahu që kjo formë tjetë formë afrimit, andaj ka mos sejdë shumë. Ka dëgjuar ajetin Allahu xhallahu ala janë për ulje në nështru. Se sejdë është simboli nështrimit i për uljes, e për nështrim ka shumë që ka me thonë. Qështë nështru që për ullë, pavarësisht kostës, pavarësisht çmimit, s'ka gale sa kanë më pagu. Më rëndësi është Allahu xhallahu ala për ulje më nështru.